çështja e shpërnguljeve, çështja e largimit nga trojet nga vendi I vet. Dhe kjo shpërngulje është bërë në mënyra të ndryshme. Dhe arsyet e shpërnguljes kanë qenë të ndryshme. Qoftë gjatmarrja, qoftë marrëdhëniet midis familjeve, qoftë dëshira për t'ia marrë pasurinë, të gjitha në fundit kanë quar në një vend, kanë quar atje ku do të thotë dobësimi I elementit autokton I elementit shqiptar në këto troje. Prandaj edhe toka e përgjakun është vetëm një pjesë e një jete të këtillë, një segmenti të këtillë që trajtohet në përgjithësi në veprën time. Do të mund të thuhet se temat e cilat janë shtjelluar në romanet e juaja ju janë përshtatur kohës, të cilat do të vazhdojnë edhe në ditën e sotme të jenë aktuale. Unë mendoj që secili prej këtyre romaneve, secila prej ngjarjeve të cilat përshkruhen to kanë pasur diçka konkrete, kanë pasur diçka të kohës, po shpesh herë të koha është dashur të transformohet, të qitet në një periudhë tjetër, sepse puna e shpërnguljeve ka ndodhur edhe në vitet 50, ka ndodhur edhe në vitet 60, pra edhe në kohën kur është shkruar romani, por periudha e cila përshkruhet në roman është një periudhë krejt tjetër, një periudhë e cila për shkaqe të ndryshme është shënuar si periudhë më e vjetër, si periudhë tjetër. Kjo është çështje e cila në letërsi shpesh herë ndodh për arsye të ndryshme, ashtu siç ka ndodhur edhe te romani Toka e përgjakun, që është një periudhë më e lashtë, edhe pse ngjarjet janë shumë të ngjashme dhe janë përsëritur fatkeqësisht shumë herë. Rruga ka shumë ndalje, por në ngjyrën e semaforit të kuq duhet të ndalemi. Letërsia dhe rruga jonë më duket se është si lumi I rrjedhshëm pa pengesë. Shpesh herë në vete e bëj një pyetje, po për këtë pyetje nuk kam përgjigje. Andaj, letërsia është shërimi I plagëve të mia. Letërsia që rrjedh nga mendja juaj, a përmban semafor që të ndalet dhe t'i bllokoj rrugët e tua, apo është si lumi I rrjedhshëm pa pengesë? Po unë mendoj që letërsia është vërtet si një lum që rrjedh, edhe duhet rrjedh gjithmonë, duhet rrjedh jo me valë edhe në mënyrë të turbullt, por duhet të rrjedh gjithmonë si lum I pastër, si lum që ngjall jetën dhe që çon ka zhvillime, dhe të mos jetë semafor I cili ndal, sepse nëse letërsia bëhet pjesë e një jete, bëhet pjesë e një gjenerate e cila shkollohet, ashtu që ka ndodhur edhe me gjitha gjeneratat botërore, të cilat janë pjesë e një zhvillimi të përgjithshëm, dhe nëse bëhet pjesë e domosdoshme e jetës së njeriut, atëherë do ta kryejë edhe funksionin e vet, do ta kryejë edhe rolin e vet, do të jetë pjesë e një të mire, edhe pjesë e një zhvillimi të cilin njeriu e ndjen në vetvete. Dhe sigurisht ai lum I cili rrjedh ton kohën do të dikuj do t'i bëj mirë sepse e ujit atë pjesë të tokës së tij, kurse dikush do ta marrë si të dëmshëm sepse do ta shkatroj kopshtin e tij. Prandaj në këtë drejtim mendoj se letërsia duhet të kryejë funksionin e vet të gjithë dhe duhet të kryejë atë funksion që ta begatoj jetën e tij. Ta begatoj, nuk e kam këtu fjalën se duhet jeta të bëhet ashtu që kërkohet në letërsi, por megjithatë do të jetë pjesë e një begatimi, e një ndihme që do t'i jap në përgjithësi, do ta begatoj dhe do ta pasuroj, jo vetëm me shprehje, por do ta pasuroj, do ta bëj më të begatshëm shpirtin e secilit njeri.
Zotri Ramani, të dalim jashtë temës dhe e romanit Malësorja dhe Toka për Gjakur. Do t'ju pyesja, nëse nuk do ta kishit profesionin e një shkrimtare, çfarë profesioni tjetër do të dëshironit? Asnjëherë s'm ka shkuar në mendja kurrë që të merrem me gjë tjetër. Asnjëherë nuk kam menduar se çka do të merresha po të mos shkruaja. Gjithnjë kam qenë i preokupuar kryesisht me librin edhe për librin. Merrem edhe sot, jo vetëm me shkrime, merrem edhe me botimin e librave, prandaj e plotësoj njëra tjetrën. Xhoxhi Nazme, desha ta bëj edhe një pyetje. Cili shkrimtar i rilindasve është më i adhuruar për ju dhe pse bash ai shkrimtar? Mendoj se ajo pjesë e letërsisë rilindjes, sepse rilindja ka qenë jo vetëm letërsi, ka qenë edhe luftë, ka qenë edhe përpjekje për ringjalljen e kombit në radhë parë, për ringjalljen e një vullneti që ta duam atë dheun. Prandaj krejt pjesa e letërsisë e rilindjes e plotëson njëra tjetrën, e plotëson dhe e begaton dhe e bën të tërësishme. Në qoftë se marrim për shembull Naim Frashin, Sami Frashin, Vaso Pashkodranin, Gjergj Fishtën, që përfundon te fundi i rilindjes, të gjithë e plotësojnë njëri tjetrin dhe asnjëri prej tyre nuk do të mund të ishte i plot po të mos ishin edhe autor tjerë, pra ajo pjesë e letërsisë e rilindjes. Dhe kjo është pjesa kryesore e asaj letërsie, është patriotizmi i tyre dhe përpjekja e tyre për formimin e kombit dhe të shtetit shqiptar. Të gjitha ata përbëjnë një tërësi. Prandaj është shumë vështirë të dallosh cili prej tyre, sepse te ajo pjesë në radhë parë ka dominuar kërkesa për patriotike dhe më pak ajo ana artistike e letërsisë e tyre, për arsye se e tillë ka qenë koha, e tillë ka qenë mundësia dhe e tillë ka qenë kërkesa e kësaj letërsie. Pyetja ime tjetër kishte me qenë, ku inspiruat për të marrë me shkrime? Inspirimi kryesor ka qenë jeta, inspirimi kryesor ka qenë synimi, të cilin në atë kohë t'ja kanë shtruar shumë intelektual, shumë njerëz të cilët kanë filluar të merren me kulturë, kanë filluar të merren me shkolla, kanë filluar të merren me zhvillimin e popullit tonë. Prandaj duket momentet kyçe të fillimeve të krijimtarisë kanë qenë këto. Kanë qenë takimi me librin, takimi me arsimtar, takimi me kërkesat për një zhvillim më të madh të kulturës, të letërsisë e tjera. Dhe natyrisht ato momentet vendimtare, pikat, si të them, ndoshta që kanë qenë vendim kryesor për të marrë me letërsi, thash kanë qenë libri, në radhë parë, ka qenë fjala, kërkesa e arsimtarëve, e mësuesve të mi. Zotri Rahmani, jemi pothuajse në fund, vetëm se të bën pyetjet e tyre, sigurisht se kishin për t'ju bërë dhe shumë pyetje të tjera, por siç dihet si është puna në televizion, koha është e limituar. Ndërkohë, unë do t'ju pyesja, vitin e kaluar me sa kam njohuri, jeni nderuar me çmimin për veprën jetësore Azem Shkreli, për librin më të mirë të vitit 2009. Çka do të thotë kjo për ju? Një, natyrisht ajo kryesore, është që më jepet si mirënjohje për atë që kam bërë. Dhe e dyta është që kur jepet për veprë jetësore do të jepet diku ka fundi. Prandaj kjo në radhë parë do të thotë një kërkesë dhe një qëndrim, një mirënjohje për veprën time. Në fund na thuani se sipas jush në ç'pozitë është sot ditët e sotme pra veprimtaria artistike. Kohën kur thash janë botuar 2-3 tituj, ose ka pas vit kur nuk është botuar asnjë titull nga krijimtaria origjinale, dhe në kohën kur krijimtaria ka qenë jo vetëm e cenzuruar, por e autocenzuruar,
kur secili autor ka pasur kujdes çka po shkruan dhe pse po shkruan, dhe të krahasohet me ditën e sotme janë gjëra të cilat nuk mund të krahasohen, nuk mund të ketë krahasim. Sot botohen shumë tituj, botohen shumë vepra, botohen shumë autor, botohen gjitha veprat e mundshme, jo vetëm të së kaluarës të cilat nuk kemi pasur fat t'i lexojmë ose t'i njohim me kohë. Prandaj është një gjendje që nuk mund të krahasohet me të kaluarën. Natyrisht dëshira jonë është që të kemi vepra të mira, të kemi vepra më të mira, gjithë një të ecim përpara dhe të krijojmë një traditë për vepra sa më të fuqishme dhe sa më të mira artistikisht. Sot, në kohën kur është pak problem çështja e botimeve, çështja e një rregulle dhe rendi në botime, një rendi sepse siç dihet letërsia dhe krimtaria nuk është punë thjesht e individëve, e autorëve që të shkruajnë dhe të botojnë vetë dhe të shpërndajnë vetë. Do duhet të kishte një rend shumë më të madh dhe shumë më të mirë sepse ai është në të mirë të letërsisë, në të mirë të krimtarisë në përgjithësi. Prandaj në këtë farë situate që nuk është shumë e mirë, nuk shkon shumë në favor të krimtarisë, krijohet përshtypja se ka rënë niveli i krimtarisë. Megjithatë në krejt këtë mori të veprave, mendoj se ka vepra shumë të mira. Zotri Rahmani, unë përzemërsisht në emër timin personal, në emër të kursantëve, ju falenderoj për kohën që gjetët të përgjigjeni pyetjeve tona. Ishte kënaqësi e jona që këtë emision ta transmetojmë dhe tek të tjerë, tek shikuesit tanë, tek vendasit tanë. Prandaj dhe njëherë shumë faleminderit. Gjithnjë kam qenë i gatshëm të bashkëbisedoj me lexuesit e mi, sepse vërtet është kënaqësi. Kjo ishte kënaqësi e veçantë të bisedoj me nxënësit, të cilët lexojnë letërsinë ashtu si lexojnë, të bisedoj me jo vetëm me nxënësit, po përmes tyre edhe me lexuesit tjerë, edhe me ndëgjuesit tuaj, edhe me ndëgjuesit e Akademisë STOA, t'i them këto mendime rreth veprave të mia. Zotri Avdio, dhe ju qëndruat gjatë tërë kohës këtu sa realizuam ne bisedën me shkrimtarin ton të mirë njohur, ku nxënësit tanë mësuan shumë çka rreth tij, direkt nga goja e tij të themi, jo ndryshe nga herë të tjera siç kanë mësuar nga librat. Ju pasi qëndruat tërë kohën këtu, ne kemi vazhduar, është ky një emision më tepër që transmetohet. Si e komentoni ju? Sigurisht edhe ju keni për ta përshëndetur në fund. Vërtet është një nder për neve, një respekt i jashtëzakonshëm që në u dha mundësia edhe meje, edhe nxënësve që të takojmë shkrimtarin ton të mirë njohur Nazmir Ramanin, i cili është një ndër romancierët më të dalluar të letrave shqipe, jo vetëm Kosovë, ku veprat e këtij shkrimtari janë të përkthyera edhe në gjuhët të tjera të Ballkanit, edhe vetë flet vlerat e veprave të këtij shkrimtari, ku është shumë interesant për ta cekur këtu se romani Malsoria ka qenë e ribotuar 5 herë dhe vepra të tjera. Prandaj një shkrimtar i cili përkthehet edhe nga gjuhët të tjera, aty shihet vlera, pesha dhe shija e veprave të tij të jashtëzakonshme. Jo rastisht ne kemi vendosur ta kemi mysafir në Jo rastisht, por besoj u edhe pak përpara bisedova me shkrimtarin tonë shumë të nderuar Nazmir Ramanin. Herën tjetër në rrethana më lehtësuese, rrethana tjera do ta kemi Nazmir Ramanin edhe në Buenos Musafir ndonjë orë letrare. Me sigurisht se po, edhe me kënaqësinë më të madhe, shkrimtari jonë i nderuar Nazmir Ramani e pranoi këtë ftesën tonë, edhe nxënësve, edhe ftesën time. Në emër të Akademisë tonë STOA, në shenjë respekti kemi vendosur që ta dhurojmë një dhuratë të vogël, por që ka një vlerë të madhe. Një herit është edhe simboli i Akademisë tonë. E këtë e kam vizatuar, unë vetë me dorën time inkas për ju. Siç kuptuat, angazhimi i shkrimtarit shtrihet në gjitha sferat e teknologjisë narrative, si në përzgjedhjen e ngjarjes tërësore,
në renditjen dhe kronologjinë e tyre, në paraqitjen dhe përshkrimin e mjedisit, në emërtimet e personazheve dhe toponimet gjeografike, disa prej të cilave i shpalosi edhe gjatë bisedës që realizuam me të. Të dashur miq, këtë emision ne e mbarojmë këtu. Mirpo, do të takohemi me ju në emisionet e radhës me shkrimtar të tjerë. Shkrimtarët tanë të njohur, apo, thënë më mirë, njerëzit të cilët kanë marrë guximin të hedhin bresat e jetës në letër, vazhdojnë të jenë gjithnjë e më afër shikuesve tanë, përmes emisionit ton. Kësaj radhe, në mesin e nxënësve, ishte shkrimtari Nazmi Rahmani. Ai është ndër autorët e pakt të letërsisë së sotme shqiptare, që shkruan vetëm llojin e prozës së gjatë, romanin. Për nga formacioni stilistik, është i shkollës realiste klasike, por i një realizmi të përafërt me atë të narracionit dokumentar. Shikues të nderuar të televizionit Spektria, ku takohemi sërish me emisionin tashmë të njohur për ju. Pra është emisioni Shkrimtari në mesin e nxënësve, apo edhe Anasjeltas. Nxënësit dhe kësaj radhe, respektivisht kursantët e Akademisë STOA, janë pjesë e këtij emisioni, ku të shoqëruar po ashtu janë dhe nga drejtuesi i saj, zotri Begzad Avdio. Ne edhe sot kemi vendosur që të takohemi me një shkrimtar, pra jemi takuar dhe do të debatojmë në vazhdim, do të flasim me të, pra me një shkrimtar i cili ka patur dhe vazhdon të ketë numër të madh të lexuesve. Pra sot pra nxënësve është shkrimtari Nazmi Rahmani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton. Ju përshëndes edhe unë dhe mirë se ju gjej. Besoj që do të kalojmë çaste të këndshme, natyrisht duke biseduar për letërsinë dhe për problemet e saj. Ne kemi patur deri më tani disa protagonistë e emisionit, disa prej tyre kanë punuar po ashtu sikurse dhe ju si gazetar në Radio Prishtinën, po ashtu në gazetën Rilindja, ku edhe ju keni punuar. Ishte ky fillimi i karrierës suaj? Këtë mund të na thuani për shikuesit tani, po ashtu dhe për nxënësit. Natyrisht në fillim si i ri, çështja kryesore ishte që të filloja të shkruaja dhe të merresha me letërsi, por edhe rruga tjetër ishte që të filloja të punoja dikun, dhe fillimin e gjeta në Radio Prishtinë, me njëherë mbasi kreva gjimnazin, pra si i ri, fillova të punën në radio, ku e vazhdova plot 12 vjet, për të kaluar mandej në Rilindje, në shtëpinë botuese, në revista edhe gjë Dihet se ju keni shkruar deri më tani një numër të madh të romaneve, siç janë Malsoria, Rruga drejt shtëpisë sime e shumë të tjera. Kështu që unë në vazhdim mikrofonin do ta lë për nxënësit dhe për ju, pra për pyetjet e tyre të cilat do të ja drejtojnë, do t'ju parashtrojnë juve për të mësuar më tepër rreth ju. Gjegja Nazmi Rahmani. Jem shumë e kënaqur që sot që është kënaqësia ime së pari të përshëndes ty, profesorin dhe gjithë shikuesit. Fillimi i bisedës është një emocion i ngjallur nga vetë ndjenjat e mia. Në jetë, përveç që ekziston çdo gjë, e rëndësishme është dhe urtësia. Këtu para teje po ngjallet një dëshirë. Po ngjallet një dëshirë nga gjithë ne. Po ngjallet një letërsi që mbyllet brenda zemrës së çdo njerit. Të takoj me një poet ishte ëndra ime. Por mendoja se kjo ëndër do mbes në kohët e errëta në natë, ku të gjithë ëndërrojnë. Andaj kur nuk e dija se kjo ëndër do realizohet për një kohë shumë të shkurtë. Sikur ju edhe unë e pëlqej shumë letërsinë. Andaj, por jeta po të bartë e mbi ne po ngarkon një bartë të rëndë që duhet të veprojmë me këshillat e prindve e jo me kokëforcinë e të rinjeve. Biseda me ju nuk është e tepërt. Andaj, i riu kalon 8 vite shkollore dhe mendoj se e kaloj sfidën jetësore, por sfida më teshme është jashmase e rëndë. Sepse krenaria mund të zgjatë një ditë, por pasojat që do i kemi zgjasin 1 minutë sa duket një vetë.
Ky ishte një prezantim i joni ishte një prezantim për sa për hyrje. Shfrytëzoj rastin edhe një herë t'ju falenderoj si nxënës dhe natyrisht dashamir të letërsisë dhe sidomos të veprës sime, për cilën do të bëjmë fjalë tani. Dua të them për shikuesit tuaj gjithashtu se kam pasur rast të takohem me shumë nxënës në përshkollat ndryshme të Kosovës dhe kam biseduar shpesh herë me autorët, me lexuesit si autor dhe kam përsëritur shumë herë gjërat të cilat i kanë thënë në vepër ose nuk i kanë thënë dhe që kanë qenë një farë plotësimi i asaj që kam dashur të them ose që kam dashur që lexuesit të gjejnë në veprat e mia. Edhe me këtë rast besoj që do të kemi një takim të këndshëm, sepse gjitha takimet me lexuesit janë shumë të këndshme, nga se vetë autori shpesh herë nuk e mendon atë që do ta gjejë lexuesi në vepra. Dhe në këtë mënyrë jo vetëm vepra, por edhe unë si autor do të bëhem pjesë e një interesimi më të madh të atyre për cilët janë shkruar veprat e mia. Me këtë rast ju falenderoj edhe një herë, natyrisht duke shprehur kënaqësinë për një lexim të veprave ashtu si e keni bërë ju. Së pari kam dëshirë që të prezentohem, quhem Shkurtë Alijo, jam në klasën 8D në shkollën fillore Naim Frashëri në Bujanoc. Pas mësimit të rregullt, kënaqësia ime është ndjekje dhe kursin akademinë STOA. Gjinazme, romani juaj i parë, Malsoria, që nga viti 1965 e gjerë më sot, u bën njëra ndër veprat më të dashura për lexuesit tanë. Për këtë roman, ku do flet me admirim brezi i ri, e komenton, madje u bë dhe lektura më e dashur për të gjithë. E gjithë kjo është rezultati vetematikës së qelluar të romanit, i ambientit bashkohës të fshatit shqiptar. Andaj kisha me veçuar pyetjen time. Se e keni ndjerë vetën kur për herë të parë është botuar kjo vepër dhe ka bërë johën të madhe në letrat shqipe? Para se të flas për librin dhe momentet e para të leximit të daljes romanit Malsoria, dua të them se romani Malsoria është vepra e dytë e shkruar, pra e kam shkruar si vepër të dytë. Vepra e parë e shkruar ka qenë Tymi i Votrës së Fikut, kurse Malsoria është libri i parë i që kam botuar. Do të thotë, librin e parë të shkruar nuk e kam botuar në atë kohë, për shkak se nuk kam pasur as kurajo edhe guxim që dal me roman para lexuesit. Në këtë mënyrë, romani Malsoria doli në vitin 1965 për herë të parë para lexuesit dhe ishte vepra ime e parë. Pra ishte edhe punimi i parë, përveç një tregimi që ishte botuar në periudhën mbas dorëzimit të Malsores në redaksinë e botimeve dhe derisa doli, pra në ndërkohë u botua edhe një tregim në revistën Jeta e Re. Kështu që Malsoria mbeti vepra ime e parë e botuar dhe vepra e parë e cila vuri kontakt me lexuesit e ndryshëm. Dhe si e këtill, romani Malsoria u pret me kurreshje të veçantë për arsye se u shkruan nga një autor i panjohur, plotësisht i panjohur. Koha kur është shkruar Malsoria ishte viti i parë, viti i dytë i studimeve, do të thotë në vitet 61, ishte viti kur unë për herë të parë u regjistrova në fakultetin atëherë filozofik, grupi gjuhë letërsi, dhe ishte praktikisht vepra ime e parë që doli dhe vuri kontaktet me lexuesit. Në kohën kur doli romani, natyrisht duhet të them edhe duhet të jap një pasqyrë të shkurtër të zhvillimit letërsisë në Kosovë, në Kosovën e asaj kohe, pra të viteve 60, kur kishte fare pak tituj të botuar, të krijimtarisë origjinale, kishte fare pak libra me poezi
ose me të gjinive të ndryshme, me tregime, proz, roman e tjera, dhe Malsoria mund të them se ishte ndër 5-6 romanet e para të shkruara nga autorët e Kosovës. Në këtë mënyrë, pra mbas botimit të librave të parë me poezi në vitet 53, 54, 55, kur u botuan veprat e Recep Hoxhës, Martin Camajt, Esat Mekulit, dhe romanet e para që dolen në atë kohë, siç ishin Rushi ka nisë mu pjek, Gjarpit e Gjakut, dhe romani Besniku i Regjaj Surojt, Kurgje jashtëzakonshme Recep Zogajt e tjera, Malsoria erdhi si një prej romaneve, pra 5-6 romaneve të para të botuara në atë kohë. Dhe me qenë se gjendja ishte e ktill në krijimtarinë tonë përgjithësi, romani Malsoria u prit jashtëzakonisht mirë, jo vetëm nga lexuesi, po edhe nga kritika, edhe nga njerëzit të cilët e lexuan. Dhe në këtë mënyrë ajo shumë shpejt u bë edhe lektyrë shkollore për shkollat mesme në fillim, dhe më vonë për shkollat fillore për këtu spaku në Kosovë për klasën e 7 dhe të 8 të shkollave fillore. Dhe gjatë kësaj periudhe, pra prej fillimit, prej daljes së Malsores e deri tash, ajo unë mund të them se është botuar shumë herë dhe është ribotuar aq shumë sa mendoj se ka depërtuar pothuaj në të gjitha viset ku flitet shqipja. Dhe duhet të them edhe një element se romani Malsoria në vitin 1971 është libri i parë i autorëve të Kosovës që u botuan në Tiranë. Dhe edhe kjo ishte një element që spaku për mua si autor ishte një kënaqësi e veçantë. Ishte romani Malsoria i cili ju bëri që të vazhdoni edhe më tutje, apo vullneti nuk ka munduar asnjëherë nga ana juaj? Jo, orientimi im ka qenë që të merrem me letërsi që është herët. Më duhet të them se ky vullnet dhe kjo dëshirë që ti përkushtohen letërsisë ka filluar diku në shkollën fillore. Në shkollën e fshatit, atje ku bëja 4 klasët e para, dikur u themeluan një bibliotekë në të cilën nuk ishte libra letrare. Ishin gjithsej një 4-5 titujt përkthyer, Pushkinit ose diçka prej letërsisë jugosllave, po kishte libra edhe për bujqësinë, kishte libra për shëndetin e popullit, kishte libra të asaj kohë që i u dhanë bibliotekës, dhe që filluam ne si nxënës të asaj kohë t'i lexojmë dhe të shohim, ta shijojmë s'pari atë magjin e leximit, dëshira që lindi si dëshirë për të lexuar libra, pra në kohën vetëm sa kishim mësuar leximin. Dhe për të vazhduar mandej, natyrisht me një dëshirë që vinte gjithë një duke u pjekur, po zam në shkollën fillore 8 klasë, atëherë që ishte 8 vjeçarja, arsimtari i gjuhës dhe letërsisë që na jepte hartime, shprehte gjithë një farë kënaqësie me shkrimet hartimet që bëja, dhe kjo ishte ndoshta ajo dëshira e parë që lindi që të shkruaj, pra me hartimet e para në shkollë, me vlerësimin që bënte arsimtari, dhe natyrisht kjo ishte një nxitje e cila vazhdoi matutje. Do ishte kënaqësia ime ta bëj edhe një pyetje. Pse gjithmonë në brendësinë e poetëve dhe të çdo njeriu që e don letërsinë gjendet një breng? Mos është një breng për kohën e ardhme apo diçka tjetër? Edhe nga kritika, edhe nga studiues të letërsisë është thënë se njeriu në letërsi e shpreh atë të cilën mund ta shpreh më së miri. Pra një breng, një kërkesë, një mund të cilin e ndjen në vete dhe të cilin dëshiron t'u thotë të tjerëve. Nuk mendoj që ka ndonjë formë tjetër që mund t'ia thotë lexuesit ose ndëgjuesit ose t'u thotë gjithë atyre që interesohen në mënyrë më të plotë dhe më të kujdesshme dhe më të gjithanshme sesa në letërsi. Pra në letërsi nuk po dalloj në poezi, në prozë, në forma tjera letrare tjera, por
nuk mund t'ja thot në asnjë mënyrë tjetër më të plot dhe më me ngulm se sa në letërsi. Prandaj ajo breng, ai kujdes, ajo kërkesë që njeriu e ndjen në vete t'ja thot dikuj, e thot më së miri në letërsi. Formën se si do t'ja thot, a do t'ja thot në poezi, me vargje, me një filozofi më të ngjeshur, a do t'ja thot në prozë, në mënyrën e rrëfimit, në tregimin që do t'ja jap lexuesit e tjera, varet prej afinitetit dhe prej dëshirës, prej përgatitjes, para përgatitjes së vet autorit. Prandaj letërsia është gjithë një breng e shprehur në mënyrë letrare, në mënyrë të fuqishme dhe në mënyrë me një porosi dhe me një kërkesë të cilën duhet ta kuptojnë lexuesit gjithë në mënyrën e vet. Nuk është të thënë që një vepër të bëj përshtypje të gjithë lexuesit njësoj. Ajo breng të cilën autori mund ta shprehë në mënyrën e vet, mund të jetë breng edhe e një lexuesi tjetër, por mund të mos jetë breng e atij lexuesi. Dhe aq sa mund të kuptohet dhe mënyra se si i thuhet lexuesit, ajo përcakton edhe nivelin dhe vlerën e një vepre letrare. Jam Bleta Limani, nxënëse e klasës 6-1, shkolla fillore në Infrashër Bujanoc, po ashtu edhe kursante e Akademisë Stoa. Zotri Ramane, gjithashtu edhe unë, me ëndje të madhe kam lexuar romanin tuaj Malsoria, ku aty paraqesni marrëdhëniet ndërnjerëzore të një realiteti shoqëror të familjeve shqiptare. Unë në këtë roman vërej e qartë se ju si një shkrimtar i dini mirë doket dhe zakonet kanonore që shumë herë sollën vuajtje në mesin e një realiteti të caktuar shoqëror dhe kohor. Andaj pyetja ime kishte me qenë, a është e vërtet se ju keni një përvojë dhe një edukat të odave? Në këtë drejtim, natyrisht edhe unë jam pjesë e një ambientit caktuar, jeta ime ka qenë e filluar në fshat, dhe ka qenë, si të them, ato preokupimet e para, njohjet e para, rrëfimet e para të cilat i kam dëgjuar dhe kam marrë pjesë në to, ose i kam përjetuar, kanë qenë të fshatit, të odave, të jetës fshatit, sepse duhet spari të kjetë parasysh se është periudha e viteve 50-60, në kohën kur mentaliteti ynë ka dalluar shumë në krahasim me të sotmen. Jeta jonë ka qenë krejt tjetër në krahasim me të sotmen. Ngjarjet të cilat kanë ndodhur në atë kohë kanë qenë krejt tjera dhe preokupimet e njerëzve kanë qenë gjithashtu krejt tjera. Prandaj edhe kjo pjesë sigurisht që është një pjesë, një element e cila i ka vënë një farë gule veprësime, natyrisht, sidomos te Malsoria, e cila është pjesë, është një rrëfim i disa ngjarjeve, një kombinim i ngjarjeve të cilat kanë ndodhur ose kanë mund të ndodhin, ashtu siç janë përshkruar ose siç janë paraqitur. Kjo nuk do të thotë se gjithnjë edhe kanë qenë të tilla, por natyra, momenti, elemente tjera të cilat kanë qenë përbërëse të jetës, kanë mund të jenë të këtilla. Dhe natyrisht që oda, sidomos në atë kohë, pra në kohën kur nuk ishte libër, kur nuk ishte shumë gazeta, kur nuk ishte jetë dinamike, kur nuk ishte televizor, kishte pak radio e tjera, oda ishte një prej elementeve dhe një prej momenteve të cilat e krijonin atmosferën e jetës dhe e begatonin jetën në përgjithësi me elementet dhe me rrëfimet, me gjitha ngjarjet të cilat rrëfeheshin ose tregoshin ose ishin pjesë e jetës së saj. Unë gjuhem Gjeneta Isufi, shkolla fillore në Infrashër në Bujanoc, një ndjeki kursin edhe Akademisë Stoa. Gjagjin Azme,
Të gjitha këto romane paraqiten njëherë tragedia e femrës shqiptare, fatalitete, si përcjellës e vite me radhë. Të gjitha këto ishin pasoja të mos shkollimit të saj që zgjasin shekuj me radhë. Sidoqoftë, romani Malsoria po ribotohet në komplet për të 5 herë vetvetiu e ka dëshmuar roli dhe rëndësia që paraqet ai në zhvillimin e letërsisë bashkëkohëse shqiptare në Kosovë në këto 2 dekadat e fundit. Po në fund, kisha dëshiruar që askush, jo vetëm të shqiptarët, por as në vend tjetër që mos ta përjetoj fatin e hajris të një jete plot brenga dhe plot sakrifica. Është pak vështirë tani në këtë periudhë të zhvillimeve të përgjithshme edhe të një jete krejt tjetër, edhe të një zhvillimi sidomos të sistemit shkollave, të përfshirjes gjithë njerëzve, gjithë fëmijëve, gjithë rinis në shkollim. Fatkeqësisht ende ka momente dhe raste që nuk përfshihen, po megjithatë është një shkallë krejt tjetër dhe një zhvillim krejt tjetër në krahasim me atë që mbajnë mend ose në krahasim me atë në kohën në të cilën e kam filluar dhe kam pasur para vetes ngjarjet që trajtohen në romanin Malsoria, po dhe në romanet e tjera të mëdhenshme. Me këtë dua të them se tani për të kuptuar një realitet pak më seriozisht dhe pak më realisht, duhet të kthehemi në shumë vite përpara, duhet të kthehemi në kohën kur jo vetëm femra shqiptare, jo vetëm vajza shqiptare që nuk ishte e përfshirë në shkollë, por nuk ishin të përfshirë as gjithë djemt në shkollë, kur shkolla shikoi ende si element i shkatrimit të një tradite dhe si element i prishjes së mentalitetit dhe botkuptimeve të rive, të ndryshimeve të cilat mund t'i bënte pa dëshiren e sidomos gjeneratave më të vjetra. Dhe në atë kohë, pra në kohën kur në një shkollë fillore ose 8 vjeçare, po zamë, nuk ishte më shumë se 2 ose 3 vajza, ose kur në gjimnazin e Prishtinës kishte vetëm 3 vajzat në vitet deri në vitet 60, 3-4 vajza që kryenin gjimnazin e Prishtinës, atëherë mund të flitet për një realitet krejt tjetër, për një gjendje krejt tjetër, dhe atëherë ndoshta edhe Malsoria mund të kuptohet si ngjarje dhe si moment i trajtuar edhe me tërë atë farë pezmin i cili shprehet ndaj një të kaluar edhe një jetë të vështirë të njeriut, po në radhë parë të femrës shqiptare. Dhe në qoftë se merren parasysh të gjitha rrethanat, pra kur është shkruar Malsoria, në rrethanat kur gjendja ka qenë tjetër në krahasim me përfshirjen e tashme në shkollim, në universitet, në shkollë të mesme, në shkollë fillore, e deri te jeta e qytetit dhe jeta e sotme e fshatit, atëherë edhe ndoshta mund të kuptohen disa gjëra më ndryshe, mund të përshkruhen më ndryshe, ndërkaq sot donjëherë në disa mese edhe mund të duket tepër arkaike, ose mund të duket tepër e smadhuar, e stërmadhuar, ose edhe e banalizuar, duke marrë parasysh se ngjarje të tilla sot fatmirësisht ndodhin shumë më pak, edhe pse mund thuhet që ka ende. Prandaj romani Malsoria, ndoshta edhe për shkak të një afrije të këtillë, për shkak të me një mentalitet i cili ekzistonte në atë kohë, edhe u prit nga lexuesit, u lexua edhe depërtoi më mërmendja shumë, depërtoi edhe simas bindjes time, simas dëshirës natyrisht time, edhe luajti rolin për cilin kam menduar qysh herët.
Unë quhem Besar Tatili, vjoj mësimet në klasën 8A2 në shkollën fillore Muharrem Kadriu në Tërnat. Pashtu ndjej edhe kursin Akademia STOA. Gjatë gjimnazime, edhe unë gjithashtu do të interesosha që t'ju pyes për të gjitha këto situata, të gjitha këto kundërthënie me të cilat është mboshur romani Hajria. Si krye protagoniste rreth të cilit flistet, rreth të cilat zhvillohen ngjarjet prej mençurinë dhe gjaktosinë e saj. Prej fermës në fund arrin ta binë të birin që mos e vras vllaun e vet. Ky dhe është fati i gruas së dy femrave, traçedia e femrës shqiptare. Andaj, për në fund, këtë tragedi të madhe e keni korrëzuar me një fitore të mëdha të Hajries. Mbi të gjitha, në fund fiton drejtësia, urtia dhe mençuria. Për romanin Malsoria është thënë shpeshherë që është një përshkrim i realitetit, shpeshherë është thënë që është një ndoshta stërmadhim i gjendjes. Është folë se është roman për Hajrien, është folë se është roman për gruan, është folë, po them, që janë shfaqur në mendime shumë të ndryshme, me të cilat në pjesën më të madhe jam pajtuar, mirë po një gjë që duhet ta them edhe tash, edhe që ishte edhe pjesë e pyetjes, është se kur e kam menduar romanin Hajria, kam menduar gjithmonë që ta nxjerr gruan si fituese dhe gruan ngadhnjimtare ndaj të këqijave. Nuk kam menduar gjithmonë vetë me veti se gruaja shqiptare me tënë shtypjen, me tënë mënyrën e jetës saj, ka qenë inferiore dhe ka qenë e pa aftë, e pa fuqishme që të bëjë rezistencë edhe disa të këqijave të cilat në mënyra të ndryshme ja ka imponua jeta ose ja kanë imponua tjera. Përkundrazi, ka menduar që gruan ta nxjerr të fortë dhe të qëndrueshme, ta nxjerr si protagonist dhe si pjesë e jetës që e luan rolin kryesor jo vetëm në familje, por në përgjithësi në jetë. Prandaj Hajria ka menduar që duke e quar në për vështërsi, në për probleme të ndryshme, në për probleme të cilat janë herë tepër të rënda dhe tepër shkatrimtare për jetën e saj, megjithatë ajo gjen forcë, gjen fuqi, gjen elemente të cilat e mbajnë të gjallë dhe të cilat e bëjnë që ajo të qëndrojë edhe përkundër të gjitha vështërsive, përkundër të gjitha të jetës së vështirë, përkundër elementeve të cilat e quajnë ndoshta edhe deri te shkatrimi. Por ajo gjen fuqi të sakrifikojë çdo gjë të veten në mënyrë që t'i arrijë qëllimit, ta pengojë gjakmarrjen, ta pengojë të keqen dhe të vazhdojë mënyrën e jetës, të vazhdojë jetën e bive të vet. Prandaj në këtë drejtim, përkundër faktit se ajo shpeshherë del grua që qanë, grua që vajton, grua që e njën veten gati të dërmuar plotësisht, përkundrazi ajo është aq e fortë sa asaj më të keqës i bëhet një digë e fuqishme, i bëhet një pend tepër e fuqishme që nuk lejon të zhvillohet më tutje një val e cila do ta merrte edhe atë, edhe të familjen e saj, edhe të bijtë e saj. Gjatë gjimnazime, pasi që shumica e shoqeve të mia u përqendruan më tepër tek romani juaj shumë i famshëm Malsoria, unë nuk do t'ja anashkaloj as katër romanet e tjera, e sidomos Toka për gjakur, ku aty pasqyroni fatet tragjike të shqiptarëve të ndjekur nga regjimet e ndryshme për në vendet e huaja. Çfarë do të më thoni për këto personazhe siç është Soflau e shumë të tjerë? Nuk do të thotë që përfundon vetëm me Malsoren. Tema e cila ka të bëj me gjakmarrjen, e cila ka të bëj me tokën e vet, që ka të bëj me jetën dhe që ka të bëj natyrisht me trevat tona dhe që kanë qenë probleme të përhershme, jo vetëm të
kohës e cila përshkruhet për temat e cilat janë përsëritur dhe janë përtrirë një kohë tepër të gjatë, dhe cilat kanë qenë ndoshta goditjet më të rënda të jetës dhe të zhvillimit të popullit tonë në përgjithësi, janë vazhdim i një rrjedhe dhe një zhvillimi të përgjithshëm të jetës sonë. Prandaj në këtë drejtim kam menduar se përveç gjakmarrjes, përveç një jete të vështirë të familjes shqiptare në përgjithësi, që ka rrjedh nga marrëdhëniet e brendshme, nga marrëdhëniet midis familjeve shqiptare, siç është rasti me hajrien ose martesat në vende të ndryshme, ka menduar se një prej problemeve të mëdha, një prej problemeve kyçe që ka goditur njerëzit tanë, popullin tonë përgjithësi, është edhe çështja e shpërnguljeve, çështja e një politike që është ndjekur dhe që ka qenë pjesë e përhershme e një zhdukje graduale, një zhdukje të padukshme në sy të parë, por një zhdukje që ka lënë pasoja të mëdha, ka qenë edhe çështja e shpërnguljeve, çështja e largimit nga trojet nga vendi i vet. Dhe kjo shpërngulje është bërë në mënyra të ndryshme. Dhe arsyet e shpërnguljes kanë qenë të ndryshme. Qoftë gjakmarrja, qoftë marrëdhëniet midis familjeve, qoftë dëshira për t'ia marrë pasurinë, të gjitha në fundit kanë quar në një vend, kanë quar atje ku do të thotë dobësimi i elementit autokton, i elementit shqiptar në këto troje. Prandaj edhe këto ka përgjakun, është vetëm një pjesë e një jete të këtillë, një segmenti të këtillë që trajtohet në përgjithësi në veprën time. Do të mund të thuhet se temat e cilat janë shtjelluar në romanet e juaja ju janë përshtatur kohës, të cilat do shta vazhdojnë edhe në ditën e sotme të jenë aktuale. Unë mendoj që secili prej këtyre romaneve, secila prej ngjarjeve të cilat përshkruhen to, kanë pasur diçka konkrete, kanë pasur diçka të kohës, po shpesh herë të koha është dashur të transformohet, të qitet në një periudhë tjetër, sepse puna e shpërnguljeve ka ndodhur edhe në vitet 50, ka ndodhur edhe në vitet 60, pra edhe në kohën kur është shkruar romani, por periudha e cila përshkruhet në roman është një periudhë krejt tjetër, një periudhë e cila për shkaqe të ndryshme është shënuar si periudhë më e vjetër, si periudhë tjetër. Kjo është çështje e cila në letërsi shpesh herë ndodh për arsye të ndryshme, ashtu siç ka ndodhur edhe te romani Toka e Përgjakun, që është një periudhë më e lashtë, edhe pse ngjarjet janë shumë të ngjashme dhe janë përsëritur fatkeqësisht shumë herë. Rruga ka shumë ndalje, por në ngjyrën e semaforit të kuq duhet të ndalemi. Letërsia dhe rruga jonë më duket se është si lumi i rrjedhshëm pa pengesë. Shpesh herë në vete e bëj një pyetje, po për këtë pyetje nuk kam përgjigje. Andaj, letërsia është shërimi i plagëve të mia. Letërsia që rrjedh nga mendja juaj, a përmban semafor që të ndalet dhe t'i bllokoj rrugët e tua, apo është si lumi i rrjedhshëm pa pengesë? Po unë mendoj që letërsia është vërtet si një lum që rrjedh, edhe duhet rrjedh gjithmonë, duhet rrjedh jo me valë edhe në mënyrë të turbullt, por duhet rrjedh gjithmonë si lum i pastër, si lum që ngjall jetën dhe që çon ka zhvillime, dhe të mos jetë semafor i cili ndal, sepse nëse letërsia bëhet pjesë e një jete, bëhet pjesë e një gjenerate e cila shkollohet, ashtu që ka ndodhur edhe me gjitha gjeneratat botërore
të cilat janë pjesë e një zhvillimit përgjithshëm dhe nëse bëhet pjesë e domosdoshme e jetës së njeriut, atëherë do ta kryejë edhe funksionin e vet, do ta kryejë edhe rolin e vet, do të jetë pjesë e një të mire edhe pjesë e një zhvillimi të cilin njeriu e ndjen në vetvete. Dhe sigurisht ai lumi i cili rrjedh ton kohën do të dikuj do t'i bëj mirë sepse e ujit atë pjesë të tokës së tij, kurse dikush do ta marrë si të dëmshëm sepse do ta shkatroj kopshtin e tij. Prandaj në këtë drejtim mendoj se letërsia duhet të kryej funksionin e vet të gjithë dhe duhet të kryej atë funksion që ta begatoj jetën e tij. Ta begatoj, nuk e kam këtu fjalën se duhet jeta të bëhet ashtu që kërkohet në letërsi, por megjithatë do të jetë pjesë e një begatimi, e një ndihme që do t'i jap në përgjithësi, do ta begatoj dhe do ta pasuroj, jo vetëm me shprehje, por do ta pasuroj, do ta baj më të begatshëm shpirtin e secilit njeri. Zotri Ramani, të dalim jashtë temës dhe romanit Malësorja dhe Toka për gjakor. Do t'ju pyesja, nëse nuk do ta kishit profesionin e një shkrimtare, çfarë profesioni tjetër do të dëshironit? Asnjëherë s'm ka shkuar në mendja kurrë që të merrem me gjë tjetër. Asnjëherë nuk kam menduar se çka do të merresha po të mos shkruaja. Gjithnjë kam qenë i preokupuar kryesisht me librin edhe për librin. Merrem edhe sot, jo vetëm me shkrime, merrem edhe me botimin e librave, prandaj e plotësoj njëra tjetrën. Xhoxhi Nazme, desha ta bëj edhe një pyetje. Cili shkrimtar i rilindasve është më i adhuruar për ju dhe pse bash ai shkrimtar? Mendoj se ajo pjesë e letërsisë rilindjes, sepse rilindja ka qenë jo vetëm letërsi, ka qenë edhe luftë, ka qenë edhe përpjekje për ringjalljen e kombit në radhë parë, për ringjalljen e një vullneti që ta duam atë dheun. Prandaj krejt pjesa e letërsisë e rilindjes e plotson njëra tjetrën, e plotson dhe e begaton dhe e bën të tërësishme. Në qoftë se marrim për shembull Naim Frashin, Sami Frashin, Paso Pashkodranin, Gjergj Fishtën, që përfundon te fundi i rilindjes, të gjithë e plotësojnë njëri tjetrin dhe asnjëri prej tyre nuk do të mund të ishte i plot po të mos ishin edhe autor tjerë, pra ajo pjesë e letërsisë e rilindjes. Dhe kjo është pjesa kryesore e asaj letërsie, është patriotizmi i tyre dhe përpjekja e tyre për formimin e kombit dhe të shtetit shqiptar. Të gjitha ata përbëjnë një tërësi. Prandaj është shumë vështirë të dallosh cili prej tyre, sepse te ajo pjesë në radhë parë ka dominuar kërkesa për patriotike dhe më pak ajo ana artistike e letërsisë së tyre, për arsye se e tillë ka qenë koha, e tillë ka qenë mundësia dhe e tillë ka qenë kërkesa e kësaj letërsie. Pyetja ime tjetër kishte më qenë, ku inspiruat për të marrë me shkrime? Inspirimi kryesor ka qenë jeta, inspirimi kryesor ka qenë synimi, të cilin në atë kohë t'ja kanë shtruar shumë intelektual, shumë njerëz të cilët kanë filluar të merren me kulturë, kanë filluar të merren me shkolla, kanë filluar të merren me zhvillimin e popullit tonë. Prandaj duket momentet kyçe të fillimeve të krijimtarisë kanë qenë këto. Kanë qenë takimi me librin, takimi me arsimtar, takimi me kërkesat për një zhvillim më të madh të kulturës, të letërsisë e tjera. Dhe natyrisht ato momentet vendimtare, pikat, si të them, ndoshta që kanë qenë vendim kryesor për të marrë me letërsi,
thash kanë qenë libri, në radhë parë ka qenë fjala, kërkesa e arsimtarëve e mësuesve të mi. Zotri Rahmani, jemi pothuajse në fond, nxënësit bën pyetjet e tyre, sigurisht se kishin për t'ju bërë dhe shumë pyetje të tjera, por siç dihet si është puna në televizion, koha është e limituar. Ndërkohë, unë do t'ju pyesja, vitin e kaluar me sa kam njohuri, jeni nderuar me çmimin për veprën jetësore Azem Shkreli për librin më të mirë të vitit 2009. Çka do të thotë kjo për ju? Një, natyrisht ajo kryesore është që më jepet si mirënjohje për atë që kam bërë. Dhe e dyta është që kur jepet për veprë jetësore do të jepet diku ka fundi. Prandaj kjo në radhë parë do të thotë një kërkesë dhe një qëndrim, një mirënjohje për veprën time. Në fund na thuani se sipas jush në ç'pozitë është sot ditët e sotme pra veprimtaria artistike. Kohën kur thash janë botuar 2-3 tituj ose ka pas vit kur nuk është botuar asnjë titull nga krijimtaria origjinale, dhe në kohën kur krijimtaria ka qenë jo vetëm e cenzuruar, por e autocenzuruar, kur secili autor ka pasur kujdes çka po shkruan dhe pse po shkruan, dhe të krahasohet me ditën e sotme janë gjëra të cilat nuk mund të krahasohen, nuk mund të ketë krahasim. Sot botohen shumë tituj, botohen shumë vepra, botohen shumë autor, botohen gjitha veprat e mundshme, jo vetëm të së kaluarës të cilat nuk kemi pasur fat t'i lexojmë ose t'i njohim me kohë. Prandaj është një gjendje që nuk mund të krahasohet me të kaluarën. Natyrisht dëshira jonë është që të kemi vepra të mira, të kemi vepra më të mira, gjithë një të ecim përpara dhe të krijojmë një traditë për vepra sa më të fuqishme dhe sa më të mira artistikisht. Sot në kohën kur është pak problem çështja e botimeve, çështja e një rregulle dhe rendi në botime, një rendi sepse siç dihet letërsia dhe krijimtaria nuk është punë thjesht e individëve, e autorëve që të shkruajnë dhe të botojnë vetë dhe të shpërndajnë vetë. Do duhej të kishte një rend shumë më të madh dhe shumë më të mirë sepse ajo është në të mirë të letërsisë, në të mirë të krijimtarisë në përgjithësi. Prandaj në këtë farë situate që nuk është shumë e mirë, nuk shkon shumë në favor të krijimtarisë, krijohet përshtypja se ka rënë niveli i krijimtarisë. Megjithatë në krejt këtë mori të veprave, mendoj se ka vepra shumë të mira. Zotri Rahmani, unë përzemërsisht në emër timin personal, në emër të kursantëve, ju falenderoj për kohën që gjetët të përgjigjeni pyetjeve tona. Ishte kënaqësi e jona që këtë emision ta transmetojmë dhe tek të tjerët, tek shikuesit tanë, tek vendasit tanë. Prandaj dhe njëherë shumë faleminderit. Gjithnjë kam qenë i gatshëm të bashkëbisedoj me lexuesit e mi, sepse vërtet është kënaqësi. Kjo ishte kënaqësi e veçantë të bisedoj me nxënësit, të cilët lexojnë letërsinë ashtu si lexojnë, të bisedoj me jo vetëm me nxënësit, po përmes tyre edhe me lexuesit tjerë, edhe me ndëgjuesit tuaj, edhe me ndëgjuesit e Akademisë STOA, të them këto mendime rreth veprave të mia. Zotri Avdio, dhe ju qëndruat gjatë tërë kohës këtu sa realizuam ne bisedën me shkrimtarin ton të mirënjohur, ku nxënësit tanë mësuan shumë çka rreth tij, direkt nga goja e tij të themi, jo ndryshe nga herë të tjera siç kanë mësuar nga librat. Ju pasi qëndruat tërë kohën këtu, ne kemi vazhduar, është ky një emision më tepër që transmetohet. Si e komentoni ju? Sigurisht edhe ju keni për ta përshëndetur në fund. Vërtet është një nder për neve, një respekt i jashtëzakonshëm që na u dha mundësia edhe meje, edhe nxënësve që të takojmë shkrimtarin tonë të mirënjohur Nazmir Rahmanin, i cili është një ndër romancierët më të dalluar të letrave shqipe, jo vetëm në Kosovë, ku veprat e këtij shkrimtari
janë të përkthyera edhe në gjuhët tjera të Ballkanit, edhe vetë flet vlerat e veprave të këtij shkriptari, ku është shumë interesant për ta cekur këtu se romani Malsoria ka qenë e ribotuar 5 herë dhe vepra të tjera. Prandaj, një shkrimtar i cili përkthehet edhe nga gjuhët të tjera, aty shihet vlera, pesha dhe shija e veprave të tij të jashtëzakonshme. Jo rastisht ne kemi vendosur ta kemi musafir në Jo rastisht, por besoj u edhe pak përpara bisedova me shqiptarin tonë shumë të nderuar Nazmir Ramanin. Herën tjetër, në rrethana ma lehtësuese, rrethana tjera, do ta kemi Nazmir Ramanin edhe në Buenos Musafir ndonjë orë letrare. Me siguri se po, edhe me kënaqësinë më të madhe, shkrimtari jonë i nderuar Nazmir Ramani e pranoi këtë ftesën tonë edhe në Zanzë edhe ftesën time. Në emër të akademisë tonë STOA, në shenjë respekti kemi vendosur që ta dhurojmë një dhuratë të vogël, por që ka një vlerë të madhe. Njëherët është edhe simboli i akademisë tonë. E këtë e kam vizatuar, unë vetë me dorën time inkas për ju. Siç kuptuat, angazhimi i shkrimtarit shtrihet në gjitha sferat e teknologjisë narrative, si në përzgjedhjen e ngjarjes tërësore, në renditjen dhe kronologjinë e tyre, në paraqitjen dhe përshkrimin e mjedisit, në emërtimet e personazheve dhe toponimet gjeografike, disa prej të cilave i shpalosi edhe gjatë bisedës që realizuam me të. Të dashur miq, këtë emision ne e mbarojmë këtu. Mirë po, do të takohemi me ju në emisionet e radhës me shkrimtar të tjerë.